Këto ditë numërimi vota, sharjet për popullin u shtuan si kërpudhat pas shiut dhe arritën kështu një nga kulmet historikisht më të larta. I gjej me shumicë në rrjetet sociale, në emisione televizive e të tjerë, po kulmin e arrinin në mediat online që së mbyllur lejojnë komente anonimësh me sharje pa dogan, duke krijuar kështu gjirize kutërbuese në ligjërimin publik. Sharja më e butë ishte popull dele, po nuk munguan edhe ato të kalibrit ekstrem si popull Rajan, popull Smur, popull në deg, popull varit e të tjera të këtij lloji. Arsyeja e këtij lumi sharjesh ishte fitoria e thellë e socialistëve, që arritën të marrin 83 mandate. Shumë kiamet, shumë, po ti krahasosh me 74 mandate në 2021-shin. Pa kush u kujtua të shihte shifrat. Vërtet socialistët morën 9 mandate më shumë se sa në 2021-shin, po vota popullore brenda vendit nuk është rritur, përkundrazi numëron 34 deri 35.000 votues më pak se sa në 2021-shin. Ngjan absurde që votat paksohen dhe mandatet shtohen. Po sistemi zgjedhor thot se nuk ka asgjë të paligjshme, gjithçka është sipas ligjit zgjedhor që kemi. Po kështu rezulton krejt e ligjshme që PS dhe PD të zgjedhin një deputet me 10-12.000 vota, kurse një parti të vogël i duhen 60-70.000 votues po për një mandat. Edhe kjo është e ligjshme, po krejt e padrejtë, madje edhe diskriminuese. Po të vazhdojmë me këtë ligj zgjedhor, përjet do dëgjojmë dy partitë mëdha duke i kënduar njëra tjetrës avazin, NATO Maja ripa, dhe përjet do i shprazemi popullit me sharje e denigrime, jo për gjë tjetër, po thjesht për të qetësuar sakatllëqet e brendshme që ka secili, edhe që përpiqet t'i gropos, t'i fshet, t'i bëjt padukshme jo vetëm nga të tjerët, por edhe nga vetja, rroft populli që na e bën më të lehtë